Elvis Naçi ka marrë vëmendje në opinionit e medias për shkak të veprave humanitare që ka bërë dhe për faktin që i ka ndryshuar jetën shumë familjeve shqiptare. Edhe pse ka zëra pro dhe kundër tij, ai vijon me misionin që ka për të ndihmuar njerëzit në nevojë dhe kryesisht fëmijët jetim. Megjithatë, interes të madh ka patur dhe për jetën private të Naçit, për gjërat që ai sotron dhe për burimin e tij të pasurisë. Edhe pse është aluduar shumë në lidhje me pasurinë e Elvis Naçit, përgjigjen e saktë për çdo që është interesuar, ai e ka dhënë vetë. Ka qenë gazetari Adi Krasta, ai që e ka ftuar në studio dhe përpara se t'i bënte pyetjen për pasurinë e tij, i ka thënë: "Elvis, dua të them diçka. Unë më mirë do preferoja të isha imam si ty, se sa kryeministër i vendit, dhe e di pse mendoj kështu. Po ja të shoh ty imam, që ke një spital privat, ke 4 vila, pas ke bërë dhe dhëmbë të rinj, ti gëzosh. Çe do ti të jesh kryeministër? Shiko ç'a pasuri e ke ti." Naçi është përgjigjur më pas në lidhje me punën që ai bën dhe sa paguhet. "Më lejo të them diçka", ju përgjigj Naçi gazetarit. "Do të tregoj se ku punoj dhe sa paguhem. Unë punoj në YouTube dhe publikoj video çdo ditë. Arri të fitoj rreth 5.000 euro çdo muaj. Tani kam filluar të fitoj lek edhe nga Facebooku me postimet që bëj. Të ardhurat e mia nga rrjetet sociale shkojnë rreth 7.000 euro në muaj, që janë të mjaftueshme për familjen time. Edhe pse nuk ka lodhje fizike, puna ime do angazhim të përditshëm", është shprehur Elvis Naçi.